Deputetja dhe kandidatja e Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës, Edona Bilali, ka vijuar takimet me bizneset të qytetit. Ajo është ndalur së fundi në një biznes të konservimit të fruta perimeve që operon prej vitesh në Shkodër. Gjatë bashkëbisedimit me punojësit, Bilali ka vënë theksin tek rëndësia e një vote masive për Partinë Socialiste më 11 maj. Pasi sa më shumë zëra në parlament, aq më shumë vëmendje do të ketë ndaj Shkodrës, u shpreh Bilali. Politika është mjet i cili duhet shfrytzu për me përmirësu diçka. Dhe si shkodran, këtë na e bajmë për ditë, e bajmë funksionet ndryshme, por me që është kjo mundësi, pse jo për me vazhdu me përcjellë edhe më shumë zanin tuaj në sallën më të rëndësishme edhe përfaqësuese të qytetarëve të qarkut e qytetit Shkodrës. Sa më shumë zana rezonojnë e kërkojnë edhe përfaqësojnë diçka edhe me modelin e tyre, aq më shpejt ne arrijmë me zvoglu këtë boshllëkun që është krijuar në vitin Shkodër. Mjafton me pa çfarë është bë për 2 vjet, se si për me kuptu rëndësinë, qeveria qendrore dhe ajo lokale me kanë në të njëjtin linjë dhe me mendu në fund të ditës për zhvillimin e qytetarëve të Shkodrës, sepse çdo rrugë, çdo gur përmirësojnë imazhin e qytetit. Përmirësimi i imazhit të qytetit është më shumë ekonomi. Edona Bilali vjen në këtë garë pas një mandati 4 vjeçar si deputete e qarkut të Shkodrës, ku ka qenë pjesë e shumë iniciativave, por edhe një zë i Shkodrës në parlamentin shqiptar.